Pse po e humb gruan tënde? Gruaja nuk humbet në momentin që përfundon çdo gjë mes jush. Përfundon ndjenja emocionale, fizike, shpirtërore, edhe në fund edhe ajo juridike. Pse po e humb gruan duke pasur brenda jetës tënde? Po e humb sepse kohën që e ke në dispozicion nuk po e shfrytëzon me familjen, por po japësh përparësi obligimeve dhe punëve të cilat i ke marrë në përgjegjësinë tënde, të cilat po i llogarit si më të rëndësishme më shumë se sa familja. Po e humb sepse ato orë të pakta të mesditës apo të mbrëmjes që i ke të lira nuk po e shfrytëzon me bashkëshortën tënde. Po e humb sepse pak orë që i ke të lira po e shfrytëzon në telefon, apo ndoshta mund të dalësh me shoqërinë tënde për të pirë ndonjë kafe. Po e humb sepse edhe kur je afër saj nuk flet me të. Flet apo shkruan apo buzëqesh me njerëzit virtualisht që shkruan në median sociale. Por edhe kur je në shtëpi, ose je në telefon, ose shikon televizor. Dhe gruaja mund të jetë personi i fundit që ti mund të komunikosh, ose mund ta konsiderosh si diçka që të bën të lumtur. Kjo është humbje e gruas tënde. Padyshim që ajo ka më kanë njeri afërt ndaj teje. Përkundër asaj që ti mundesh me injuru, me sjelljen, me edukatën, me komunikimin që e bën kështu me radhë. Mirë po, aja përsëri ka më kujdes për ty. Përsëri ka më të pyet se si ke kaluar në punë. Dhe sigurisht ajo prap ka më kujdes për garderobën tënde. Ajo prap ka më bë gati për ty, duke përgatitur ndoshta edhe ushqimin për në punën tënde. Të gjitha këto i bën për ty sepse të konsideron si njeri të rëndësishëm në jetën e saj. Por ti po e humb gruan tënde duke pas para syve tu, duke pas në duart e tua, sepse nuk po e vlerëson. Madje, fatkeqësisht është një pjesë tjetër e shoqërisë që mendon se lumturia, kënaqësia është tek dikush tjetër sepse i shef njerëzit se sa të lumtur janë në median sociale, në Instagram apo Facebook apo diku tjetër. Dhe kjo lumturi që u asjell bashkëshortja, u asjellin fëmijët, u asjellin e vladet, nuk e konsideron të rregullt, nuk e konsideron të çmueshme dhe me vlerë, por lakmon tek të tjerët që reklamojnë lumturinë e tyre fallse nëpër median sociale. Gjë që edhe ky vet mund ta bëj. Pra mund të dalë të pi një kafe, apo të hajë një drekë apo një darkë me bashkëshortën e vet, të dalë si i lumtur. Por këtë nuk e bën sepse po lakmon tek të tjerët, e në fakt të tjerët janë duke pasur të njëjtat probleme siç po i ka edhe ky. Vetëm se mund të jetë problemi relativ në kuptimin që mund të ketë probleme ndoshta gruaja me burrin apo burri me gruan. Kështu që duhet të keni parasysh se çfarë veproni dhe si të i vlerësoni njerëzit që i keni afër vetes. Madje jo vetëm gruaja, por edhe njerëzit e tjerë. Pra djali, vajza, vllau, motra kështu me radhë. Mirë po ne po flasim këtë rast për bashkëshortën. Pse po e humb bashkëshortën? Sepse ndoshta një vit, dy apo një periudhë të caktuar kohore ajo mund të dëroj, por me kalimin e kohës, kur e shef që ti nuk i afrohesh, kur e shef që ti ndjenjet e tua që i ke, i mban të mbyllura sepse nuk e shet të arsyeshme që ti ja shprehësh bashkëshortës tënde dhe lakmon tek të tjerët të cilët kanë probleme shumë të rënda dhe nuk ndjehen të lumtur, atëherë ajo ndoshta me kalimin e kohës, pas një periudhe kohore, ka me vendos edhe me i ftoft ndjenjat apo raportet me ty. Kështu që ti je i gatshëm i ftohur në raport me të, edhe ajo është e ftohur në raport me ty dhe pastaj do të vijë deri tek ndarja, deri tek shkurzimi emocional, fizik, shpirtëror edhe ai juridik. Ju do të ndaheni për shkaqe banale, për arsye të pajustifikueshme sepse duhet të qëndroni sa më afër vetes, të komunikoni me njëri tjetrin. Dhe kështu ju do të ndaheni, do të krijoni probleme të tjera. Pra, mund ta bëni një zgjidhje si shkurzimi, që ju mendoni që është zgjidhje, por pastaj pas shkurzimit do dalin edhe shumë probleme të tjera. Andaj i nderuari vëlla, i nderuari burr, mos e humb gruan tënde.